Kandidati vetëvendosës Enver Haliti denoncoi një gjoja afertë të qeverisës së Agemaliut të dielën në një debat televiziv mes kandidatëve për kryetar të Ferizajit. Haliti, që u shfaq me një dokument në dorë, e akuzoi Aliun për shitjen e banesave publike me çmime të jashtëzakonisht të ulta, në krahasim me çmimet në treg. Na tregon ky proqysh 15 kontrata që blerjes banesave me 6.000 euro, 75 metra katrore ke shit banesën me datën 23/9/25, para një audite, 75 metra banes katror e ka shit për 6.000 euro. I bindur se zbuloi një skandal të madh, Haliti, i dënuar për shpifje nga një gjykatë e shkallës së parë, u bëri sërish jehon fjalëve të tij në studio. Qysh ka mundësi një banes që është në pronësi të komunës e ka shit për 6.000 euro 75 metra katror. Ne tregon. Por një vëzhgim që ka kryer paparacin mbi shitblerjen e këtyre banesave tregon të vërtetën për këtë çështje. Është krejt e thjesht, bëhet fjalë për banesa për të cilat ekziston e drejtë pronësore, për prona që në shumicën e rasteve janë dhënë shumë vite më parë në shfrytëzim për punonjës të shtetit. Që nga viti 2012 ekzistojnë ligje dhe akte nënligjore në fuqi të cilat e rregullojnë këtë çështje. Sipas ligjit për shitjen e banesave për të cilat ekziston e drejta pronësore, shitja e banesave publike nuk bëhet bazuar në çmimin e tregut. Çmimi është i rregulluar me ligj. Këtë ligj të miratuar për herë të parë në vitin 2012, por herë të fundit e ka plotësuar Kuvendi i Kosovës në vitin 2022. Këtë herë ligji kishte shkuar në Kuvend me sponsorizim nga qeveria e vetëvendosjes. Ligji përcakton çmimin për shitjen e banesave. Ky çmim është 100 euro për metër katror, si dhe zbatimi një koeficienti lirimi që është 0.03 për çdo vit vjetërsie të banesës. E që do të thotë se sa më e vjetër banesa, aq më i ulët është çmimi. Paparaci e ka siguruar një ekzemplar të shitjes së banesave publike nga komuna e Ferizajit. Një kontratë e lidhur nga komuna e Ferizajit me një bartës të së drejtës banesore tregon se marrëveshja është e bazuar ekskluzivisht në ligjin për shitjen e banesave, për të cilat ekziston e drejta pronësore. Dosja e kontratës për këtë banesë që ndodhet në rrugën Recep Bislimi në Ferizaj dëshmon se banesa me sipërfaqe prej 30.59 metër katror është shitur me çmim 3.059 euro, bashkë sipas vlerës së përcaktuar me ligj, pra 100 euro për metër katror. E krejt në fund, në korrekt të këtij viti, kjo kontratë e shitblerjes mori edhe dritën e gjelbër nga Ministria e Mjedisit, e udhëhequr nga Asoko Libor Naliu i vetëvendosjes. Për këtë ekziston edhe dëshmia. Pra, shitja këtyre banesave është një obligim për komunën, është një drejtë që u garantohet me ligj qytetarëve që i kanë shfrytzuar ato. Nuk është një vepër penale, siç pretendoi Enver Haliti.